15 shkurt, ngriuni për vendin tonë. Në 19 shkurt do të mbahet bordi i paqes, por në askush nuk do të shkelë në shtëpinë e bardhë. Do të jetë tek Instituti i Paqes, që ka marrë një emër të ri, Instituti Donald Trump. Është tek zona Foggy Bottom, afër departamentit amerikan, shtetit ku gëlojnë të majtët. Instituti i Paqes është ngritur në kohën e Reaganit, ka qenë një institut jo partizan, por Trumpi ka shkarkuar të gjithë, në fillimisht ka dërguar Musk, kërkon ta kthejë në një think tank të vetin. Nuk janë shumë të qartë me ftesat e dërguara, vetëm Orban ka pranuar që ka ftesë, të cilët ja kanë bërë nominalisht për ta ndihmuar për fushatën. Shqipëria teknikisht nuk është tek bordi i paqes sepse nuk ka firmosur. Nuk ishte as Izraeli. Netanyahu firmosi në një nga sallat e departamentit amerikan me Rubin. Por Netanyahu ka thënë që nuk do të vi tek bordi i paqes. Do të dërgoj ministrin e jashtëm, siç dërgon dhe Erdogan. Pjepër i Italisë kanë nxjerrë një ide tjetër, do të jenë si vëzhguese, sepse nuk lejon kushtetuta në një bord që është paralel me OKB-n. Ka drejt po. Mitsotakis ka filluar të përdridhet, edhe ai mund të jetë si vëzhgues, po do dërgojnë nivele të ulta. Fillimisht është thënë që ftesa ka shkuar për 23 vende, sot më është thënë që ka shkuar për 53 dhe do të ketë grupe të mëdha diplomatësh që do të marrin pjesë tek ajo që quhet mbledhja e parë përruese me synimin për të mbledhur $5 miliard. A do të jepte Rama 100 milion ose 200 milion dollar? Sepse 250 milion i fali Ivanka Trump në zyrnec. Dhe a do të jetë personalisht Rama apo mund të jetë Spiro Pali pra niveli të ulët. Si të qoftë në shtëpinë e bardhë nuk do të hynë, mbase Trump mund të takojnë ndonjë nga vendet arabe, të cilët do të kontribuojnë me atë $1 miliard që në famshëm. Natyrisht që në qoftë se do të kishte ftesën, do ta kishte nxjerrë si herën e parë. Ka marrë premtimin që do të ftohet. Natyrisht kjo ndodh kur tek bordi ekzekutiv janë dy figura të vështira për çështën shqiptare, Kushner dhe Blair. Dje në median amerikan është folur shumë për fjalimin e Rubios dhe konferenca e sigurisë në Munich. Ndryshon tërësisht me fjalimin e një viti parë nga J.D. Vance dhe Rubio u shfaq presidencial. Por tha që ne do të duam të mbajmë lidhjet, por nuk duhet të jemi si kujdestar ndaj jush në këtë rënje të madhe të vlerave të perëndimit. Ka shumë drejt. Amerika po ndodhet përballë një lufte të ftohtë të dytë. Këtë radhë lufta e ftohtë është me Kinën. Në luftën e ftohtë me Rusinë, me Bashkimin Sovjetik, ishte tërësisht ndryshe. Asnjë student sovjetik nuk vinte në Amerikë. Vetëm një amerikan kishte marrë një monopol për prodhimin e lapsave në Rusi dhe askush tjetër. Green card, lotari sovjetike nuk ishte. Por rusët, sovjetikët kishin 7.000 mbushje bërthamore. Amerikanët ishin të friksuar. Me Kinën është ndryshe. 300.000 student kinez në vit. Vetëm 1% janë spion, i thonë 3.000. Trump ka kërkuar që të jenë 600.000 student kinez në vit. Janë 7 milion deri në 8 milion kinez të lindur në Amerikë. Dhe rreth 3 deri në 5 milion që nuk janë lindur këtu. Ndërkohë që biznesi amerikan ka investuar të paktën $40 trilion në Kinë. Kanë përfituar pa diskutim. Në kohën e Bashkimit Sovjetik nuk blente toka bujqësore ngjitur me bazat ushtarake. Kina ka bler. Por kinezët kanë filluar të tërhiqen nga pronat që kanë në Amerikë, duke filluar me hotelin e famshëm Astoria Waldorf në Manhattan dhe shumë pronat tjera. Kinezët po tërhiqen. Kina është më agresive se sa Bashkimi Sovjetik. Është më e rrezikshme. 1 milion
vizat turistike në vit për kinezët nga amerikanët. A do ta fitojnë dot amerikanët luftën e ftohtë me Kinën siç fituan luftën e ftohtë me sovjetikët? Është e vështirë. Sovjetikët ishin 200 deri në 220 milion, 240 milion si Bashkim Sovjetik. Kina ka 1.4 miliard vet. Dhe është shumë e vështirë përballje me tyre. Deri në vitin 2030 ata mund shkojnë tek 600 mbushje bërthamore. Trump duket sikur është tërhequr, nuk do të jetë më dominancë amerikane në Pacifik, por do t'i lihet edhe Kinës lehtësi për të kontrolluar ato zonat të ndikimit saj. Fjalët e Merz se është shkatruar rendi botëror më shumë janë propagandistike. Amerika mbetet superfuqia vetme, por është tërhequr në aspektin e përhapjes të demokracisë, të rolit si kujdestar dhe policë ndërkombëtar. Por $1 trilion shpenzohen për luftën. Trump në disa qasje ndërkombëtare ka krijuar panik. Rasti fundit është me OKB-n, në OKB nuk po paguajnë, është tërhequr në sasi e madhe monetare, por me NATO. Në takimet ministeriale, me ministrat e jashtëm ka munguar Rubio, me ministrat e mbrojtjes ka munguar Hegseth. Çka do të thotë që në 2027 do të mungoj Trump. A do të drejtonte Trump bordin e paqes? Ka gjasa që mund të lejoj Rubion. Sepse bordi ka bord paqe Bahrein, Lukashenko, Ramashenko e tjerë, ka dhe një bord ekzekutiv ku është dora e Tony Blair, i akuzuar për korrupsion, por që del edhe dhe dosja Epstein. Në një vit elektoral, Trump shpreson shumë tek jumpi ristarti e ekonomisë. Muaj i fundit janë krijuar 130.000 vende pune, është lajm shumë pozitiv. Problemi është që mesazhi nga administrata Trump për të bindur votuesit e pavarur është i dobët deri tani. Me bordin e paqes synonte që të bënte një organizat paralele me OKB-n, vendet kryesore europiane nuk ja kanë pranuar. Macron, Merz, Piepri, Italis që do shkojë si vëzhguese, kryeministri britanik. Kanë pranuar vendet gjysmë autokrate, diktatoriale që kanë probleme dhe duan të jenë sa më afër donit, duke dhënë miliona dollar që të përfitojnë politikisht. I vetmi që ka përfituar politikisht në Europë është Orban, në hemisferën perëndimore është presidenti i Argjentinës, të cilin e ndihmoi me $4 miliard përpara fushatës zgjedhjes, dhe ai do të jetë në të vetmit president që do të vi në 19 shkurt. Vendet arabe, edhe pse janë në muajin e Ramazanit, do të dërgojnë përfaqësuesit e tyre me xhepat e fryrë për të blerë vëmendje dhe për të qenë të pranishëm në një organizëm të ri që për çastin derisa të jetë Trump president ka fuqi. Mbas largimit të tij nga Shtëpia e Bardhë, Trump kërkon që të rritë ky bord të jetë kryetari i tij i përjetshëm. Në qoftë se Shtëpia e Bardhë do të mbahet nga republikanët, Trump do të jetë dhe selia do të jetë tek Instituti i Paqes, që ka një emër të ri, Instituti Donald Trump, krijuar nga Reagani, shkatruar nga Trump. Në qoftë se larg qoftë Shtëpia e Bardhë do të merret nga demokratët, të gjitha bien, ndërto edhe bordi i paqes. Por miliardat që do të mblidhen nga Trump nuk do të kenë llogaridhënie se ku shkojnë, do të kontrollohen nga vetë ai, i cili do të ketë drejt të përzgjedh edhe vazhduesin pasuesin e tij. Pra mund të jetë Donald Jr., Ivanka, Tiffany, fëmijët e tij. Ky është problemi më i madh me Trump, i cili është populist, por nuk përfaqëson realisht konservatorizmin amerikan siç ka qenë në kohën e Bushit, McCainit. Dhe justifikimi që çdo president humbet në mes mandat nuk blihet, sepse
Bush ka fituar, Clinton ka fituar, natyrisht ka fituar dhe Roosevelti, po me Rooseveltin, i cili ka qenë një kolos i politikës, nuk krahasohet askush. E dëmton humbja Kongresit, nisin hetimet. Dhe të gjithë sekretarët e tij që nuk e kanë nivelin e mandatit parë, më shumë kohë do të shpenzojnë në Kongres, duke dhënë llogari, me frikën që mund të gënjejnë përpara besimit, dhe në qoftë se humbet Senati, 2 vitet e fundit për Trump janë thuajse kot. Trump në takimet e fundit ka munguar të jetë i pranishëm vetë. Nuk po del në ndeshjet e golfit dhe duket qartë që problemet shëndetësore nuk e lejojnë. Ajo që ndodhi me Netanyahu, të cilin nuk e pritën nga dera kryesore me pompozitet, por hyri nga dera anësore, edhe pse takimi ishte 3 orë, tregon shumë. Natyrisht që Trump nuk duron dot më shumë se 2 orë tek bordi i paqes, dhe mbase do të delegoj. Ajo që kritikohet nga të djathtët konservatorë në media është përfshirja e njerëzve të familjes. Kushner e larguan nga Beogradi, Donald gjithashtu, edhe nga Sazani, jo vetëm që janë pezulluar për investimeve të arabëve, të cilët kanë filluar të frenojnë në investime, sepse fuqia e naftës po bie te $60 dhe nuk kanë më interes. Por me gazën pritet që bordi të mbledh miliarda $, por nuk ndodh. Ai PowerPoint-i Jared Kushner me qiell gërvicës futurist. Dhe ai tha që nuk ka plan B, vetëm plani im. Natyrisht që nuk zgjidhet gaza në 3 vjet. Aq më shumë që tek zgjedhjet e mes mandatit, politika jashtme thuajse nuk ka asnjë ndikim. Ja thash dhe dje, hetimet të thelluara për grupin struktural, grup kriminal i strukturuar kriminal për Soros, të thella për McGonigal, dhe Kash Patel ka marrë një rol të madh. Sekretarët e departamenteve tjera e kanë në dyshim vendin e punës, por Trump hë për hë nuk do të pushojë askënd sepse do ta godiste shumë përpara zgjedhjeve të mesmandatit. Personi që vendos që ka autoritet është shefja e kabinetit Wiles. Në mediat ndryshme europiane sajojnë përplasje me njerëzit e tjerë të afërt me Trump. Të gjithë janë gjinjëzuar përpara tij, si Kongresi dhe Senati Republikan. Në qoftë se investimet e huaja fillojnë dhe hyjnë, Trump ka gjasa që ty tek niveli Bush dhe Clinton të mos humbas Kongresin. Bordi i paqes është diçka që ata që e kanë iniciuar kanë gabuar. Në qoftë se ishte thjesht për gazën, do të ishte i suksesshëm. Rama ka kohë që s'ka qenë në Washington. Shumë ftohtë me Blinkenin e Sorosit dikur. Dhe ai e di sa herë që hyn në territorin amerikan, kur ndodhet në aeroporte, nuk ka jurisdiksion. Është tokë neutrale, ku djemtë Kash Patelit të DEA-s mund të tulin për një kafe dhe të mbajnë 1 orë si 3 vjet më parë në JFK. Kudo në Shqipëri.